Përshëndetje! Në këtë video do të prezantoj modulin e-filing IM në portalin e tatim paguesit. Menuja e parë në këtë modul është ajo e dokumenteve. Këtu listohen të gjithë dokumentet e ngarkuar nga ju në sistem, si dhe dokumentet e dërguar nga administrata tatimore. Në faqen kryesore të sistemit, ju do të shihni numrin e dokumenteve të reja të dërguara nga administrata tatimore. Dokumentet numërohen si të reja për sa kohë që ju nuk i keni hapur asnjëherë. Për të hapur një dokument, shtypni butonin Shiko në rreshtin përkatës. Në ndërfaqen njoftimet e mia, do të shihni njoftimet e marra nga administrata tatimore. Ashtu si për dokumentet e reja, në faqen kryesore të sistemit, ju mund të shihni dhe numrin e njoftimeve të palexuara. Këto njoftime janë grupuar në ndërfaqen Njoftime të palexuara. Për të shfaqur një mesazh, shtypni butonin në rreshtin përkatës. Mesazhi i shfaqur në ekran mund të printohet duke shtypur mbi butonin Printo. Pasi është shfaqur një herë për lexim, njoftimi nuk shfaqet tek lista e njoftimeve të palexuar. Ju mund ta gjeni atë tek lista e të gjithë njoftimeve. Në këtë listë grupohen të gjithë njoftimet, pavarësisht nëse janë lexuar apo jo, por njoftimet e palexuar janë dalluar me ngjyrë të errët. Tek moduli çështjeve mund të shihni çështjet tuaja ekzistuese dhe të krijoni çështje të reja. Për krijimin e një çështjeje të re, ju lutemi të shikoni videon përkatëse. Tek moduli Profili im, ju mund të shihni informacionin e përgjithshëm të tatim paguesit dhe përgjegjësitë tatimore për të cilat është regjistruar. Në faqen e informacionit të përgjithshëm, mund të rifreskoni të dhënat kryesore të kontaktit për tatim paguesin. Për këtë, shtypni butonin Ndrysho të dhënat e kontaktit. Plotësoni kutitë me të dhënat e reja dhe shtypni butonin Ruaj. Brenda 24 orëve, informacioni do të dërgohet në sistemin qendror të tatimeve. Punë të mbarë.